ka shumë alergji ndaj diellit, ka shumë alergji ndaj të ftoftit. Çfarë është alergjia më e çuditshme? Janë disa për atyre që më kanë ngritur pak ashtu një pikë pyetje, po për shembull ka pas pacient që ka pas reaksion ndaj ujit. Ndaj ujit, edhe vazhdimisht ka ndaj diellit. Ka shumë alergji ndaj diellit, ka shumë alergji ndaj të ftoftit. Po ndaj ujit për shembull ka qenë shumë e rrallë dhe ka qenë një apo dy raste nëse nuk ka bëj kam po. Pacienti deklaron se në momentin kur unë dal në shi dhe pikat e shiut më prekin në lëkurë, në ato vende ku ka ra ujë apo shiu në këtë rast kemi zhvillim të urtikaris apo të skuqjes së lëkurës në ato vende. Kjo është pak më interesante më shumë. Një pyetje kështu. Domthon ai vjen thotë ty kam alergji në ujë. Ai vjen që s'mundet me pi ujë. Jo, ai ujë mundet me pi fatmirësisht. Po kontakti i lëkurës me ujin, po në disa forma, në këtë rast shiu ka qenë ai pika e dyshimit, në farë forme ka jap u kon alergji janë ndaj substancë që u kon shi, nashta ndaj oksidi azotit, këto gazra cerë që janë çka mundet me qenë edhe ky fakt sepse shiu siç e dim është një ujë i kontaminuar me shumë materiale po, sidomos tek ne, sepse pe ndotjes ajrit, pastaj ndotja makinave, pastaj pastërtia e përgjithshme e rrugës ku është kondenzu shiu, mundet me qenë një apityre, po tash faktikisht pacienti ndonjëherë ka deklaruar që edhe kur lahet në det ose mbrek det, momentin që hyn në ujë ka prapë reaksione të forta alergjike. Kështu që po lidhet më shumë me ujin si substancë se sa me përmbajtjen e ujit në aspektin e kontaminimit.